Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë e konsumoni vajin e ullirit, por askush nuk e di se çfarë ndodh diabetit dhe zemrës suaj. Konsumi një lugë vaj ulliri në ditë ju ndihmon të jetoni më gjatë sipas ekspertëve. Vaji i ullirit, një element kyç në dietën mesdhetare për një shëndet të mirë, prej shumë kohësh rekomandohet si shumë i dobishëm për shëndetin tuaj. Mjekja Sara Brev dhe dietologja Juliet Kellow thonë se vaji i ullirit mund t'ju shtojë disa vite në jetën tuaj sipas Daily Mail. Ato thonë se përbërësit i zakonshëm i gatimit përmban antioksidantë të cilët mund të ndihmojnë për të parandaluar ose ngadalësuar rritjen e radikaleve të lira dhe zvogëluar rrezikun e sulmit në zemër ose goditjeve në tru, një prej shkaktarëve kryesorë të humbjes së jetës në mbar botën. Gjithashtu mund të zvogëlojë efektet dëmtuese të kortizolit, presionit të gjakut, sëmundjeve që lidhen me moshën, si dhe përmirësojnë funksionet njohëse, thonë ekspertët. Përdorimet e tyre i shtohen edhe viteve të provave shkencore që sugjerojnë se vaji i ullirit mund të ndihmojë njerëzit që të shmangin sëmundjet e rënda. Vaji i ullirit ka shumë kalori, kështu që duhet të përdoret me kufizi. Mjekët sugjerojnë një lugë gjedhe në ditë. Gjithashtu përmban shumë vitaminën E që mban larg problemet e syve, përmirëson shëndetin e tyre dhe parandalon gjithashtu edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit do ta kthejë atë në një nga elementët bazë të dietës së shëndetshme. Vaji i ullirit, duke u konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj, do të jetë një zgjidhje produktive edhe në jetëgjatësinë tuaj. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi, farmaci ose në higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një prej ushqimeve me nivel më të lartë të yndyrnave mono të pangopura është gjithashtu edhe ushqyesit omega-3 që ato përmbajnë. Për shkak të përfitimeve të shumta që i sigurojnë në shëndetit, vaji i ullirit do të ofrojë një mbrojtje efikase në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj sigurohuni që të përfshini vazhdimisht në dietën tuaj vajin e ullirit, duke ditur edhe rëndësinë e madhe që ai ka. Nëse do të konsumoni një lugë vaj ulliri çdo mëngjes, ju do të parandalonit këto komplikacione sipas saj. Problemet e demantinës. Një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh në Universitetin e Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal, e cila gjendet kryesisht tek vaji i ullirit, ka fuqinë të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i pastrojë ato, citon Health.com. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese gjithashtu edhe për ata persona të cilët vuajnë nga problemi i radikaleve të lira. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do të përbëjë një faktor ndikues pozitiv për shëndetin e përgjithshëm. Vetitë e vajit të ullirit janë të mira në luftën kundër llojeve të ndryshme të komplikacioneve. Prandaj sigurohuni që ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja konsumin e vajit të ullirit. Vaji i ullirit është i dobishëm edhe për persona të cilët vuajnë nga luhatjet e niveleve të sheqerit në trup. Konsumi i vajit të ullirit te personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata që të mbajnë nën kontroll nivelet e sheqerit dhe të parandalojnë në këtë mënyrë edhe komplikacionet e tij. Kushtojeni një rëndësi të veçantë përfshirjes së vajit të ullirit në dietën tuaj. Kështu do të japë rezultate të shkëlqyera në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit do të forcojë edhe sistemin tuaj imunitar. Antioksidantët tek vaji i ullirit mbrojnë sistemin imunitar nga infeksione të ndryshme, parandalojnë komplikacionet e tyre dhe gjithashtu japin një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Vaji i ullirit ndihmon në luftën kundër problemit të kolesterolit dhe mban nën kontroll shqetësime të tilla. Ndihmon për të rënë nga pesha. Vaji i ullirit ju ndihmon të ndiqni sasinë e djamit dhe sigurisht i kombinuar me dieta dhe me ushtrime të duhura do të kthehet në një aleat të vërtet të fortë në mbrojtjen e shëndetit. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vajit të ullirit në përditshmërinë tuaj. Shumica prej nesh e përdorin vajin e ullirit në gatime, por nuk mbarojnë me kaq përdorimet e vajit të ullirit. Një nga lëngjet më të mira në dobi të shëndetit, ai ka efekte pozitive për shëndetin e zemrës,
për shëndetin e diabetit dhe gjithashtu nëse konsumohet në mëngjes, do t'jap këto përfitime në dobi të shëndetit tuaj të përgjithshëm, citon Health.com. Përmirëson duken e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor për shumë produkte kozmetike, nga të cilat përfiton lëkura juaj. Zvogëlon skuqjen e njëtjen dhe mund ta mbani fytyrën tuaj të mbrojtur pa rrulla për një kohë më të gjatë. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Ai mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e peshës së tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri, yndyrna omega-3 ka efekte pozitive në peshën e trupit. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një nga zgjidhjet më të mira për shëndeti. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se vaji i ullirit i ndihmoi ata në humbjen e peshës. Vaji i ullirit do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin më të mirë të trurit dhe do të parandalojë komplikacionet e tij. Nëse doni të keni një shëndet më të mirë të trurit, sigurisht përfshirja e këtij vaji në dietën tuaj do të jetë element i bazë më i rëndësishëm. Të pish rregullisht vajin e ullirit ndihmon për të hequr grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit tuaj. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit do të mbështesë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të nyjeve, ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e tij në mënyrë të rregullt. Kështu, vlerat e rëndësishme që do të keni nga konsumi i vajit të ullirit do ta kthejnë atë në një element të çmuar ushqimor, i cili parandalon komplikacione dhe eviton një sër shqetësimesh të trupit. Nëse doni të shtoni vajin e ullirit në dietën tuaj, atëherë mos nguroni ta bëni këtë gjë. Me përdorime të tilla, vaji i ullirit do të kthehet në një aleat të vërtetë. Ai mbështet edhe shëndetin e kockave. Nga elementet që gjenden te vaji i ullirit mund të përfitojnë njerëzit të cilët vuajnë gjithashtu edhe nga problemet e artritit reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet edhe me vajin e peshkut. Një element ushqyes ky është shumë i rëndësishëm për aktivitetet tuaja. Këto funksionojnë kur kombinohet acide yndyrore omega-3. Përbërjet që gjenden tek vaji i ullirit lehtësojnë dhimbjet e kyçeve dhe gjithashtu përmirësojnë ngurtësinë e tyre që shkaktohet kryesisht nga shqetësimet e artritit. Vaji i ullirit është një element i domosdoshëm i dietës suaj, gjithashtu edhe parandalon edhe problemet të ngjashme. Është e rëndësishme edhe për problemet e inflamacioneve. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe me acide yndyrore omega-3 zvogëlon inflamacione në trupin tuaj. Kjo nga ana tjetër mund të parandalojë dhe lehtësojë gjendje të ndryshme të lëkurës, të shkaktuara kryesisht nga problemet inflamatore. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin tuaj të zorrve, parandalon komplikacionet e tyre dhe gjithashtu rrit rezistencën e trupit. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër në stomak. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të ofrojnë këto përfitime për shëndetin tuaj. Sigurisht, përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje produktive. Sipas The Health Site, vaji i ullirit do të mbrojë shëndetin e zemrës. Sipas studimeve thuhet se vaji i ullirit ul mundësinë e shfaqjes së sëmundjeve në zemër me 41%. Për shkak të polipenolit që përmban, ajo normalizon nivelet e kolesterolit në trup. Prandaj këshillohet që ta përfshini vazhdimisht në dietën tuaj për të reduktuar këto shqetësime. Ajo përmirëson edhe sistemin imunitar dhe përmban antioksidant që mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet të ndryshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.